Përshëndetje, mirë se vini në një video të re, një episod i ri. Unë sapo jam bërë gati dhe po pres taksin dhe sot kam shkollë dhe nuk ju premtoj dot një vlog të gjatë si vlogu i parë, por keni dhe videot aty, mund të shikoni videot e episodeve më përpara. Thjesht dua t'ju tregoj tani outfitin edhe pse nuk ju premtoj dot një video të gjatë, sepse sot jam shumë angazhuar me punë, mbylla disa pagesa online edhe kam shkollë deri në orën 3 dhe pastaj duhet ikit te studioja me vrap sepse do vinë mund të vi pasqyra dhe do vi një punëtori ustaj për pjesën e allçisë. Unë e quaj gips, por keni parasysh kornizat në mur që dua që të bëj. Edhe do jem angazhuar, gjithë paraditja do më iki, pastaj do vi në shtëpi, do bëj punët, edhe kështu nuk e di se çfarë vlogu do dali, po më merr taksia. Alo? Përshëndetje, mirë. Ishte taksia, ishte afër, tha për 5 minuta vi dhe duhet që të ikë dal, edhe humba fare se çfarë po thoya, thjesht ndoshta nuk do jem shumë aktive sot. Për t'ju tregoj outfitin, nëse nis kjo punë kështu, i bie më mirë reja mos filmon fare. Edhe ju falenderoj për çdo koment, çdo shikim që i keni dhënë këtij episodi, Sweet November. Sweet November është një film shumë i bukur, që ju sugjeroj ta shikoni, edhe ja, çfarë kemi veshur sot? Tani, kam veshur këtë bluzë, që në fakt është si pullover, është më të shkurtra, por është e plot. Kam veshur këto jeanset nga Zara, që i mora këtë herë, janë kafe, ripi nga Massimo. Këtë gjaketën që është shumë e bukur, dhe pak me bel e bardh, është kështu. Edhe e kam kombinuar me çizme të shkurtra që i mora tek Zara, edhe disa bukur qërin, këto janë perfekte. Shkoni, kanë këtë gjatësinë kështu që kombinojnë shumë me xhinse me pantallona, duken super bukur. Edhe flokët i kam larë që pardie dhe janë në gjendje shumë të mirë. Madje duke në kamerë, nuk e di pse, sepse realisht nuk kanë këtë refleksin kaq i ginger, por edhe një çka më pëlqen. Duke nice. Edhe kam këtu syzet miu, do t'i vendose këto, sepse ju ndryshova skeletin, këto xhamin, siç ju thash, dhe i kam shumë të mira, madje di e kam edituar me këto, sepse kanë këtë mbrojtjen për syt, edhe janë më mirë tani. Kështu, sepse unë rrish shumë në telefon, sepse dozo është puna edhe e tillë. Edhe me këtë çantën, që kjo është çanta e vitit, unë kështu fiksohem një çantë dhe nuk e heq pastaj. Dhe çfarë kam tek çanta? Tani unë gjitha çantat i kam plot. Nuk duhet të blej një portofol organizues që t'i kem gjërat më të organizuara brenda. Kam këtë pajisje për mikrofon dhe kam kamerën time të vogël që është për foto, është kjo Canon, edhe dini çka unë nuk e kam përdorur fare, në verë e përdora në plazh, edhe kam dhe 2 kapse për flokët, sepse gjithmonë i kap flokët, por mjafton një kapse reja pse ke marrë kaq shumë. Edhe duhet që ta përdor më shumë kamerën, por te ky udhëtimi që do shkoj, dua që të bëj fotot vetëm me kamerë këtë Canon, sepse dalin shumë bukur, është ajo kamera ideale për në Instagram. Edhe goca nëse keni bler iPhone-in e fundit, më thoni nëse ja vlen, që nëse e gjej jashtë shtetit, ku do shkoj, ta ble, edhe e di që e marr më të mirë, domethënë diçka më të mirë se sa mund ta marr këtu në Shqipëri. Edhe më thoni nëse ja vlen, e ka kamerën e mirë, domethënë unë vetëm te kamera e dua. Më duket arriti taksia që të dal, që mos ta lë ata të presi. Ciao, shifemi gjatë ditës.
Hej, mirëmëngjes. Kush e prishi video ditë për ditë, por realisht dje si që thash nuk kisha shumë kontent, edhe vajtëm të zyra dje në darkë, na kanë ardhur disa mobilje, edhe unë po mundohem që të shkryj pak mjaltin këtu tek uji ngrohtë që mundohem ta pi shpesh, dhe sot është një nga ato ditët. Edhe nuk më doli dot koha që të realizoja vlogun, prandaj po e bashkoj me ditën e sotshme që është e shtunë. Do pi këtë shpejt që është ujë ngrohtë i vakët me një lugë mjalte të përzjedhë dhe më bën shumë mirë dhe mund të them që është ilaç, sepse unë kam vuajtur nga zorra e irrituar, por tani kam shumë kohë që nuk vuaj më, sepse realisht kjo është shumë e mirë. Asnjë ilaç nuk më bën të punë për këtë problem që kisha kur më dhimbte pjesa e kolitit, ana e djathtë të barkut, që kam vuajtur shumë, kam hequr dorë nga pjetë me gaz, nga pjetë energjike dhe gjëra të tilla. Edhe zgjidhje vetëm nga kjo kam gjetur. Po ju a këshilloj dhe juve nëse keni të njëjtën problem ose kur ju dhën barku, pini kështu. Në qoftë se nuk keni, madje kur i vajtëm në Gjirokastër që do iknim për në Greqi ditën tjetër, më zuri aq keq, sepse hëngra diçka pikante dhe unë kam një gjëra të pikante, sidomos kur janë të thata. Edhe vajtëm te hoteli, edhe kishte tek hoteli Shqyr Zotit një për të bërë në ato që ngroh ujin për çaj, edhe kishte dhe sheqer. E ma ka bërë Alvi 2 gota më ashtu. Jam shëruar. Prandaj ju sugjeroj edhe juve. Të paktën për mua bën punë. Edhe idealja është gjithmonë kur të zgjohemi në mëngjes ta pastrojmë zorrën edhe të pim këtë është ilaç. Plus duhet që të ikim të marrim edhe nesër ndoshta shkojmë, do të blej mish dhe duhet marrim dhe kocka, se do t'i porosisim online, ose do shkojmë nesër një gjë, po më shumë mundsi kjo e dyta, sepse nuk vajtëm javën e parë, edhe do marrim edhe kocka 2-3 kg që të bëjmë pak kolagjen, që ta pim çdo mëngjes sepse të bën shumë mirë. Kolagjen natyral, edhe kur ja hedh suprave ose gjellës është shumë e shëndetshme dhe merr edhe shije më të mirë. Ta marroj këtë shpejt edhe do ikim te zyra. Nëse ka ardhur pasqyra, montuan tavolinën, morëm për masat për allçim, për këto unë quaj gips, apo Alfred thotë quaj allçi, sepse gipsi është pjesa e tavanit, po dhe do t'i bëjmë shumë me katrora edhe me lule edhe me gjëra, me surprese, se doja që të kishte pak më shumë sy se sa thjesht një mori bardhi, thjesht jam mësuar në shtëpi. Edhe do e bëja të studion fix sikur të ishte shtëpia ime, se si unë dua stil skandinav, dua të bëj edhe një shandant të madh. Nuk e di ku ta gjej, dini në një vend ku mund të më sugjeroni. Do shkoj tani sepse e kam rrugës, ose sot ose pastaj. Nesër është diel, nuk e di është hapur. Kam këtu afër tregun elektrik. Edhe të çohemi direkt që të shkojmë tek studioja. It's coming in a distant chill with a memory. Hey, dëgjot. Tula. Sa po erdha tek studioja, takova dhe Tulën dhe bleva disa gjëra shpejt, ju a tregoj. Mora një lash dhe një për xhamat dhe për pasqyrën. Mora një fshes, sepse këtu s'ka asnjë gjë, edhe mora këto gjërat kryesore urgjente. Mora një si është kështu si sfungjer, si është ashtë për si tel, më duhet për të pastruar diçka këtu. Mora dhe një ilaç për duar që të jetë në tualet. Morëm dhe një shkop për fshesën. Edhe, ja, e tregon Tula. Morëm edhe nga ndonjë bravo. Tani do nisim pak, hajde me Tula, përshëndeti pak gocat e mia, se po bëj. Hello. Mua më vazhdu nga gjumi sot rreta, do vish të studio? Okej, direkt tutas? Me vrap. Edhe direkt.
sepse jemi afër. Edhe tani do mundohemi që të nxjerrim ca gjëra, të rregullojmë pak, bëjmë pak muhabet, se dhe vetëm nuk shtyej, prandaj I thash edhe Tulës që të vinte. Unë ndërkohë bëra dhe bluzë me njollë dhe aq natë më vjen, se inshallah na I ka njolla. Ai ta ngrip. Se bukur. Oh, nice. Nuk është kaq ftohtë jo. I kufja. Ne të dyja, sa po montuam, shifë? Atë dhe nuk e montuam mirë, nuk e kemi montuar mirë. Edhe kemi dhe këtë, po e hapim, na ka nisur shiu, po presim të pushoj që të ikim dhe në shtëpi. Po e hapim se montuam mirë atë të parën, edhe në vonë do montoj më mirë. Edhe do I them Alvios që ti montoj, por është kjo. Kjo është shumë e bukur, disa ngjyrë të bukur I ka marrë, si ngjyrë nude, si ngjyrë pana, edhe do shkoj shumë që ta kem aty tek cepi, që të vendos këto sipër dhe të jenë të organizuara. Edhe mundova t'ju tregoj pak nga studioja dhe tavolinën, që nuk ja kam treguar shumë, por do ja tregoj tani, edhe pjesa e pasqyrës, edhe një tur, por jemi në fillimet tona, se po presim për murin, do ta blyejmë, do ta bëjmë, do duket sa më bukur, do shta blej edhe një tapet, më thoni do shkoj një tapet këtu apo pa tapet. Ti si mendon? Unë thash atë. Kjo thot një me printin e lopës. Me lopë, do marrim dhe një lopë të farë. Një gjap të vogël. Qiu për inatin ton, nisi më shumë, po bie si breshë, me thotë, me Xhanit. Ngelëm këtu ta. Ngelëm, po të shpina afer e ke punë që e kam me Hajde nga unë. Edhe kështu munduam që të merreshim pak me organizim sot, lash edhe Tulën pa punë, e kam zgjuar dhe na gjumi dhe e mora, kështu hajde shpejt. Edhe po thoshim për tapetin, se na u ndërpret kamera. Kurse tu çfarë do bësh për drekmi? Ato më shikule. Kurse unë do bëj unë kam ma shoka nga dje. Di unë një kështu isha unë në klasë të 4, në klasë të 5, a më e madhe, sot Saturn. Edhe ishte koncert, ishte 28-29 nëntor dhe doja të merja pjesën të këto aktivitetet për fëmijë. Jo, për këngë s'më merrte njeri se e dinte që të e falimentoja kinema. Më thanë, I vajta unë aty, dua një pjesë, po më thanë, ma të thuash një kështu për të qeshur. Mirë, I thashën, unë për të qeshur, sot. Edhe ishte kështu historia, vajti në Stradini për të bler mish. Dhe vetë aty te kasapi, I thot ai, keni mish të mirë? Jo, I thot ai, nuk ka mish, kam vetëm këto mëlqit. O, tha në Stradini, që nga të mira, po nuk ti gatuaj, s'kam gatuar ndonjëherë. I tha, ja se ta shkruaj unë recetën edhe gatuaj ti në shtëpi. E në rregull, I kishte thënë, ja shkruaj ti recetën në Stradinit. E vajti në Stradini në shtëpi. Edhe I la aty tek kuzhina, I kishte akoma me qese, po kishte dritar. Edhe nisi që ti gatuante, nxori digani këto. Vjen një sorë dhe ja merr qesën me mëlçi. Edhe ikën, fluturon sorra dhe në Stradini del në balkon e thot, I thot, mëlçit mi more, I tha, por recetën e kam unë. Vendosa në kinema. Por recetën e kam unë. Ti duke thënë këtë. Në kinema. O, sot aktivitet për fëmijë. Po mbusha e kinema e plot. Po, se qeshe. Nuk e di qeshe të një frish. Kjo mania për të marrë pjesë në për aktivitet. Edhe për s'ke talent, s'ke orla. Banë me të që e kishë me gjuhë shqipe, Gjurgji, Trementino, se kishte ish për plas të Campbell, së të tërë bënda magji. Ja. Ishte një dramë e vogël. Dini që nëse ju keni marrë pjesë në njërë në këto aktivitetet, ti ke marrë pjesë në aktivitetet? Po të shkollës? se u fika jo, po thoja që në klasë të 5 kishim një pjesë dramë. Marta dhe Gjurgji Trementino. Apo në klasë? Në klasë. Në klasë, po ne dilim në kinema. Do vinin në kështu juri edhe do zgjedhej klasa më mirë, por do ta bëjmë më bukur. E kush e bëri klasë juaj? Unë nuk bëj.
Do me të në bëra prova, 2 javë. Po në... Ditë e fundit, i thash jo, nuk vi, kisha turp. Unë vi... Kam qenë e dështuar atë. Kisha që vi atë, vajta njerë të recitali më i mirë klasë 5. Edhe se mua s'më mëson të do të në njeri që na orea mësoj këtë poezinë, se unë kisha qef, se edhe prindrit i kam pas në punë. Edhe unë nuk pyesja me thënë të drejtën, ose dini fare prindrit e mi, se mami mi ka qef poezit, që të më mëson, të se të më thoshte atë, këto poezit për vëndin, për avde, unë i ka shumë qef mami mi recitën që të më shpi. Edhe unë si thash fare vyra në YouTube, unë atërë, me ndoqa viti, edhe gjeta një ajo ishte si shpreje, doktori që falë, do më të shpëtoj jetën, se që ishte një kështu, edhe e formova vetë poezi, sa budalla që dhe vajta atje, gjitha mësuset e letërsi, se bëj kështu si konkurës vinin të gjithë, edhe recitova, do më thënë, rimën ja bëra vetë, do më thënë, pash një tekst, një histori në YouTube, e ta sa e bukur dhe po e shkruaj këtë që, me ndo, po bëju një poezi, aty ke pa fund. Edhe kështu merja pjesë gjithmonë, edhe tek 28-29 nëntori prap, ishim tek kori me shoqen time, nuk e di, kishim shumë qef që të vinin në kori dhe bënin. Malet me blerin buluar plot me bukuri, bum, dhe shqiptarët e bashkuar, desim për mirë. Ti ke zë? Po më du. Tani, nuk e di. Ke zë për të kënduar, se kështu më ke thënë, apo jo? Do me thënë, mua më kanë thënë që po unë mendoj që jo. Pa këndojnë që? Po tani. Ajë të dyja. Malet me blerin buluar plot me bukuri, bum, dhe shqiptarët. Tani do bëmi meme. Po se rrigjës. Po se mbaj mënd këtë këngë moj. Edhe kështu vijenim neve, këndonin gocat. Ata e këndonin para, në rrinë, atë jam bravo, bum, jo bënim sa e plasnim atë këngë. Më kaq, vetëm bumin. Edhe bum, vetëm kaq, e mami mua për këtë event, kaq të rëndësishëm, ikte më blinte fustan, roba. Lule, mori pjesë qupa. Edhe tani se si më duket që nga këta aktivitetet që kur nuk ma afron, do më thënë unë shkoj atje se kisha qef dhe me jepin këto rolet. Por mendoj se mund të kisha një qik potencial për ndonjë poezi, për ndonjë aktrim. Edhe tani se si më duket që video në YouTube edhe mere me këta aktivitetet. Ka nisur. Pasioni ka qenë. Edhe e shikoni që s'më keni marrë pjesë, po ju akuzoni. Besha ka po, thjesht talent nuk isha. Edhe kur ishim aty te kori, kishim atë profesorin që ka qenë shumë e mirë, edhe ja bënte, se kush po stonon, këndoni të gjithë, këndonim ne, unë lëvizja buzët aty. Se kush më stonon, ja bënë. Po s'ka probleme më stonon, nuk dallohet. Edhe kështu këta janë histori nga... Pastaj kishim shumë qef rebeldet, veshim me grupe, me gocat, edhe bënim gjasme, si kur këndonin. Unë kam hapur revist. Si ka po? Po, gocat e lashës, do bëjmë revistën tonë, Vajzat e Engjëll. Vajzat e Engjëll. Bëj artikuj në Word, se nuk kishim internet atë, kishim vetëm kompjuterin atë. Supergirl, ose Macet e Egër. Vajzat e Engjëll. Vajzat e Engjëll. Edhe bëja për çdo vajzë artikull. I beja pyetjet unë, shtjelloja atë shkrimtare gjatë. Unë mbaj mend që blinim dhe atë revista Plumba ose revista Hannah Montana. Ishte dhe një tjetër Ylli Vogël. Jo, këtë s'kemi pas Ka ishte vetëm në kosh më duket kjo Ylli Vogël. Edhe ishte kështu me personazhe. Ishte me poezi, me... Po Plumbat e ke... Po e kam dëgjuar, po kam marrë një më duket. Po atë Hannah Montana që ishte me poster, ua, qa qepje kisha, dilni këto të William Levy, gjistim në dhomë. Unë akoma i kam ca posterat e dhoma e... Kur isha fëmi, edhe më përqenë shumë e pjesë. Edhe të kjo revista Hannah Montana që 2200 lek ishte shkreta, se atërna duke shumë lek, kishte edhe një disk. Edhe ishte disk me filmat Hannah Montana, ose disk me muzikë, rebeldet, këto gjërat që ishin për adoleshente edhe sa kohë të bukura kanë qenë. Thjesht u bëm tani nostalgjike. Edhe shiu nuk ka pushuar. Edhe jemi gati 30 vjeç. Po knaqeshim, pastaj ka qenë ajo gazeta Paloma që merrnin vesh to thashë themet e telenovelave. Big Brother i nxirrte Paloma. Po në Big Brother të bësh shumë virale. Më shumë të telenovelave. Edhe po. Kush ishte tjetër? Tani po diskutojmë dhe po kujtojmë edhe nuk e din qëse keni formuar ndonjëherë atë
albumin me, si quhen ato, me ato që ngjisnin, që ka pas figura të ndryshme. Boksier, Dragon Ball, ishin 3-4. Në John Cena, sa që ishin shifnim. Ato edhe Tula po thosh të thoja për kautonin që ka fituar. Kam fituar çdo gjë përveç biçikletës. Ato ja sa ishte mashtrim edhe nuk fitonte dot asnjë. Ka fituar atë kasetofonin me kasetë që dëgjoj muzikë, ato kasetat që kanë qenë për magnetofon të vjetër, që dilin kështu të voglat, edhe ishte kasetofon, vije kaseta dhe kishte edhe kufja, jo? Dhe dukeshe shumë trendo, qa më ka lënë. Po më pëtreshin. Më pëtreshin jo? Qa që epi doli, blinte herësi. Pas të doli më për 4, edhe s'ma linte, dhe unë e merja ndonjëherë, kur blinte tjetrën ajo ishte e prishura që kështë lënë aty në shtëpi e merja, dhe jo pes kur kështë telefon. Unë dëgjoja shumë me radio, kisha radio të vogël, me kufje, edhe dëgjoja. Pastaj edhe kështu po kështu ke fituar ndonjëherë të tullmbacën e madhe atë? Jo. Që blini më shumë. E ke pasur që blini një a jepni 50 lekë blinimit që në Gjakisë edhe ishte ajo tabela që kështë ato tullmbacet plot. Jo, se kam bërë këtë. Kishte në Korçë? Jo. Ju që jeni në Korçë, ka pas në Korçë, apo s'ka pasur aty të lëgjëdurës? Se keni parasysh që ishte ajo tullmbacja e madhe fare, edhe ishin këto tullmbacet e vogla dhe gjithmonë këto do zgjidhje një numër që të binte tullmbacja e madhe, po asnjëherë nuk të binte. O jo, se kemi bërë këtë, pas kemi qenë ndryshe ju. Po ditë çamshla. Fitove gjeti? Jo, ato tullmbacet e vogla më jepnin çfarë për s'frysh. Më thoni nëse keni fituar ndonjëherë tullmbacën e madhe. Po kanë qenë kora të bukura, po do t'ina me lotra. Zhadja. Kur doli zhadja që dinin byrzylykët, maza, ka pas edhe blu. ato që lidhesh. Po, edhe tuta me zhadën. Gjitha, do vleta dhe ti me zhadën. I hope we don't fail to see the beauty of being free. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close.